Mirë që jem këto temperatura sepse ka kohën, jemi në dimër. Pikresht. E nisim këtë edicion fakt, din drejt me Prime-in në mbrëmshëm. Ishte Prime i 10, një Prime flok. Vetë se ka kalu në fakt ofër një muaj, prej fillimit e Big Brother VIP Kosova 4, edhe ka eksplodu gjithë shka. Tash taman jena ashtu në loj. Kemi po dinamika, kemi po lot, kemi po shpërthime emocionale, kemi po besa edhe ofendime, pak edhe bullizime. Kemi po shumë shka. Kështu që gjitha këto do t'i diskutojmë sot me një panel fantastik që e kemi. Kështu që pa humbur shumë kohë, e mirëpresim Albina Zeneli, Exon Avdiaj, Alza Kryezeu dhe vetëm pas pak na bashkohet edhe Antigona Kutori. Mirë mëngjesi, mirë se erdhet. Mirë mëngjesi edhe mirë se ju gjatëm. Mirë mëngjesi, mirë se ju gjatëm. Mirë mëngjes edhe nga unë, shpresoj që keni pushu, sepse dje ke Prime i Big Brotherit. Në fakt, unë jam pa gjumë. Edhe unë e valla. Unë nisu një rapi për zrenit, edhe mirë që edhe pak ma jërë t'i paralimrove gjitha ta të cilët vozisin, ama keni kujdese, rruga i shkogja shumë me ngarkesat një të në kohë, kish njegull shumë edhe kështu që dhe t'jen kujdese. Pikrisht. E po të mbrojmin, vajza, jeni pa gjumë? Unë edhe kom dalë edhe kom ri me pa Prime-in, kështu që nuk më hub kur gjo. Kje i ri. I më dhe i tonat. Albina, po nisim me ty këtë diskutim? Po nisim... A po të mos me nisim me ty? Ima e madhja. Po nisim me Alben, në pjesën e parë të Prime-in, mund të themi lirisht se Alba ishte kryefjala e Prime-it të mbrëmshëm, sidomos në pjesën e parë. Nisim me disa qajtje, shpërthime emocionale, ndoshta, a është ajo viktima momentalisht në Big Brother VIP Kosova 4 Alba, ku gjithë banorët po i vërsulen vazhdimisht me ofendime, me bullizime, ndoshta e gjykojnë edhe lojen e saj, mënyrën që është po rrej, mënyrën që është po fol. Barda, unë mendoj fillimisht që Alba ka zgjedhur një format të gabum për me u shpreh ashtu. Nuk e di, a i ka shërby paka shumë si përvoj kjo pjesa e ferma vep që e ka tregu pothuajse të njëjtën, nuk mund të quhet viktimizëm, sepse njeriu nuk mund çaj me dënesë fake ose fals. Sigurisht që mendoj se ka nevojë për ndihmë, edhe po besoj që më shumë se sa vetës me dalë nuk i bën hajër kërkojt, besam. Është shumë problem gjendja saj e rënduar, sepse çdo ditë më shumë veç po thellohet, edhe po i fajson djem që po e boj një lojë ku normalisht mirë nuk është secili, sidomos pjesa e Albina Tregjës, po mendoj që thjesht nuk po mundet me e bo ushtrinë e saj, edhe ka gjetë një metodë, e lata shtishim, po mundohet me kalu të kjo pjesa e shprehjes së ndjenjave, emocioneve, po në fund të fundit edhe ajo shan ofendon, bullizon, edhe fund thot jo po mu po mbullizojnë. Do me thona, krejt e dim prej jetës tonë socialit përditshme që nuk ka kalu në shtanajher një moment saktuar që nuk jemi bullizu në shkollë ose ku do qoftë. Ajo edhe është ndjere bullizuar, edhe po vazhdon të bullizoj. Edhe thjesht mendoj që me këtë gjë po mundohet me mbajt vetën në lojë, po mirë këshill me hyj dikush, edhe m'ja jep një mesazh që shumë më mirë ka qenë në pjesën e ditëve të fillimit, pa ardhur Prime i parë ku ndodhe ajo që e dim. Në këtë gjendje ka ardhur për shkak që i humbi loja dhe i pa banorët tjerë të fortë. Fillim ka menduar që ajo mundet me qenë zonja shtëpisë, por me hyrjen e vajzave tjera po tregojnë shumë potencial. Alba gjithmonë e kam thënë edhe në intervista tjera që ka shumë fjalor, ka shumë argumente, po thjesht me këtë pjesën e të qarës pak edhe po na irriton realisht. Sa jemi këtu, dua ta inkuadroj edhe Bruno Shemshon nga Shqipëria, të cilit i urojmë në fakt mirëseardhje. Mirë se erdhe Bruno. Mirë se ju jeta. Faleminderit shumë që je bashkë me neve. Po besoj na përcjellë qysh nga fillimi, ishim tu diskutu për Alben dhe qëndrimin e saj në shtëpi.
Alba momentalisht nga banorët po quhet si një viktimizuese. Në anën tjetër ajo thotë që po sulmohet vazhdimisht nga gjithë banorët. Si e sheti këtë lojë të Albës në këto momente? Atëherë, është e çuditshme se çfarë mund të bëjë një njeri, domethënë në kuadër të famës edhe të suksesit në atë format dhe bie dakord me zonjushën me Albinën më përpara që tha që çdo gjë nuk është reale, domethënë, sidomos e qara dhe kjo pjesa që po na irriton të gjithëve. Un kam shprehur më përpara që gjendja e saj është jo stabile që nga sepse kështu është shprehur që tek ferma VIP, edhe izolimi nga një vend në vendin tjetër, veç se ka përkeqësuar gjendjen e saj. Domethënë, mua dhe pjesa e marrëdhënies që ajo shpreh që ai nuk më pret, unë nuk dua më të jem me të që u shpreh në atë formë, më duket e tëra falso, sepse ajo mund edhe mos ketë lidhje fare, thjesht e përdor atë sa për t'u shtyrë në Big Brother. E qartë Gëzën, cili është mendimi yt për këtë çështje? Mendon që këtë pjesën me të dashurin po e ka si lojë apo është reale? Kundër dy opinioneve që ndëgjoj më herët, unë kam opinion krejt tjetër, që shtëpia tash më vetëm është nda në kohë ose në grupacione, përkundër çdo herë tjetër që grupet janë kriju dy, kësaj radhe kemi 3 grupe. Përpos 2 grupeve tjera që janë më shumë në numër, kemi edhe grupin e tretë ku është Alba në vete. Kështu që përkundër asaj Alba është grup në vete edhe Alba është grup në vete, pastaj kemi edhe grupin e lëndrimit Klodit edhe pjesa tjetër që e përfshtin pastaj pjesën e Edit edhe këtij banorit të ri i cili u fut tani. Ludulli. Kështu që përkundër asaj unë nuk më mërmend që nuk është në fakt është një energji akumulume e sajna, edhe kjo mund të ndodhë çdo banori tjetër, jo vetëm asaj. Kështu që për mua është shumë normale që se mund të me pas një shpërthim. Nëse vjen puna tek stiçi, gjithçka ka nisë si provokim i dikujt tjetër. Në fakt, Albën po e favorizon loja vet, dhe të njëjtën kohë po e favorizojnë edhe banorët e tjerë në momentin kur po i japin prioritet. Sepse nuk është se po e fillon çdo herë ajo e para. A më falë nëse një sekundë, Gëzën, qysh ti më nësh me thonë pi japim prioritet nëse sha dikën tavolin të dënesa dhe mës me indimu. Apo kuptar, ata nuk po e faktorizojnë, po i thëshën thjesht ndartë në minimeve që del në një ambient tjetër edhe na po e vazhdojnë, sepse është një mision që dohet me mbaru ajo darë. A më nuk e besoj që ata sigurisht që japin të normalisht. Po na po thojnë që ajo nuk ka qene pregaditur, ta shtaksirati ka ndodhë Albës, dikujt mënët me ndodhë dhe Fjolla Morina shpërtheu në raport që e kishte problemin me të kaluarën e saj, kështu se për Fjollën do të pak edhe mu rezervu se kemi respekt, është një ndërkëngëtarit më të mira që na ka jep mbështetje shumë neve mediave sepse s'ka ditë me thanë jo, po tash atje na shohim në një moment unë po shfrytëzoj këtë moment edhe po e ruaj për një moment tjetër s'po çaj. Po tash Alba ka shajt edhe një javën e parë tash nëse ko ka akumulu kjo pi bën që u kanë zgjedhje e gabuar prej ferma vite. Unë pëlqen shumë si famën guximin që ka ajo është për t'u admiru, po thjesht adel let mendohet bile një javë le të zgjeni matematik më ndryshe, me u qetësu pak. Unë jam totalisht i mendimit që nëse unë... Nëse vazhdojnë që shto. Nëse vazhdojnë që shto, unë Albën e shoh finalistën e parë. Po e thamë që tani. Më thonë, për gjithë konkurentëve, finalistin e parë që është Big Brother, është Alba. Për ta garantojnë, nëse vazhdojnë këtë ritëm edhe nuk del jashtë vetës. Ndikuna mirëmëngjes edhe mirë se Mirëmëngjes, mirë se ju gjej, më falni për vonim. Po pedi, me Saba me fol për hallkë di. Dalimi të Alba ndoshta të një lojë jo shumë e mirë që ju bë prej Labinotit edhe Benites, teksa ajo ishte e shtrirë në gjumë, ata shkuan dhe i hodhin ujë sipër. Jo, po nuk... Mendon që ishte heshme se veprem? Absolut e heshme është, pse jo, ajo është lojë e cila është mbyllur, ata njerëz ashtu veprojnë, normalisht edhe ne kishim qenë mend që ashtu kishim vepru, Alba ja çon kryt çdo ditë aty, edhe këta kanë gjetë një moment flejtën ose jo, nuk është ajo kur gjo, janë ly me kollodonta, kanë bu, s'është ajo diçka, keq ndodhi që ja urrëzu. Mos kishte ndodhur që ai rrëzim shumë më vogël kishte qenë gjithë kjo. Alba, si lojtare, e din kur këshyret. Aja pret darkën e nominiveve që me dhanë reagim, ajo jo për me dhanë reagim, me dhanë mesazh jashtë, ajo ka qenë në një lidhje, na e dim të gjithë që ka qenë në një lidhje, e cila ka qenë gjithmonë me këta, a jemi në lidhje, apo si jemi në lidhje e pasigurt, ajo ka dash me dhanë një mesazh për jashtë që unë u lodha s'po të pres mo, edhe në Prime e gjeti gjithmonë storjet e Albës shkojnë të parat në Prime, nuk e keni vrejt këtë sen, që s'lejen storjet e Albës në fund Prime-it, po lejen në fillim. Hajde këtë javë pas ka qenë puna e sponsorit se u Spitali Amerikan që e ka trajtu.
Po në përgjithësi ke storjet e Albës në fillim, që i marrin mësë një shumë kohë. Mirë po dhe ndoshta gjendja e saj... Edhe doni mi ditë një sen, që kur dikush është nominim çdo javë, ajo është favorit. Ajo është favorit. Edhe ja kam frikën, sigur. Me lëshu Alba shpinës. Alta fakti që Alba i shfrytëzon pikërisht këto momente, kur është në prime, kur është në darkën e nominimeve, a e bën kjo në fakt si banoren me lojtare atë? Për mu, Alba Din me shfrytëzu këto pika? Për mu, Alba e ka një karakter shumë interesant edhe mendoj që është tip i prirur që ka qef me prish gjithë shka. Tasha e ki pa qaj njeri që e din edhe në rreth shoqëror që e ki për shambull, qaj njeri që e din që gjithë ka me prish diqka, si të dalmen, qof që apo din në debata diqka, diqysh ti edhe ki qef me pas offer, a din se të shtin edhe ty pak ndoshta me dalë që ashtu t'jasht vetes, po edhe s'ki qef me pas offer. E Alba është një tip më doke që nëse cilin grup që shkon, pa qitë diqka që nuk duhet, nuk është qare. Nxit reagim, është me nënsi që nxit reagim. E mendoj që edhe jashtë është e pëlqyshme që kjo, se fakti që na brenda në këra qef me pa që shtu debate, Alba është një ndër njerëz që pizgjon që ato. Edhe kështu që mendoj mranda munden mos me darë se e shohin si lojtarit fort, amo jashtë besoj që është shumë e pëlqyshme. Vetëmja pjesa caruse Albës është që nuk ka limit tek pjesa të folurës, po sikur ta rinë ta korrigjon ato pak më mirë. Është zhurmuse mbase. Kjo është arsyeja pse Unë mendoj që e bën me qëllim, nuk është ajo zhurmuse. Unë e njeh edhe personalisht, nuk është aq zhurmuse, nuk është ka pas të njëjtën lojë për mua. E ka pas edhe të përputhen ajo të njëjtën lojë, po ajo atë karakter e ka televiziv. Mirë po çush është një tash këtë pjesën që i dha fund lidhjes. Hini Ludolli, po më duket janë ndrojë pak. Ajo si lidhja ka përfunduar një periudhë përpara se më fut Po, camping. pa pra. Pikërisht, a është një lidhje që ka përfunduar më herët? Ai ka me pas impakt bigu pak a shumë. Mos po reflekton. Edhe mos po reflekton dhe mos po i kthehet prap. Po kur e ka parë momentin se po i kthehet, po kam përshtypjen se lidhja nuk është që ka përfund, që ka qenë vazhdim Ludolli është tu përdor për karrem edhe ai. Prej Albës është tu përdor për karrem, për të zgju interesimin e atij që është na pa jashtë. Nëse është na pa. Po në fakt Antigona bolli nati se marr 3 banor 3 edhe me kthy shtëpinë për mbëst. Kisha qenë sikur banorët e vjetër për shembull lëndrimin e kemi pas favorit dhe është në gjëm që 2 javë. Ajo energjia brenda është bajagi e amortizuar normalisht kur të rish me të njëjtit njerëz 2-3 javë hup edhe muhabeti. Gjithmonë banorët e ri kanë nxit. Jo vetëm këtë Big Brother. Albës është i hupet. Ata nxisin. Ata vinë me informata për jashtë. Edhe vinë ma të pregaditur, edhe e din ku cilin me e gjujtë. Muajnë pika dopta. Bruno mendon që do qëndroj gjatë, Alba ndonë se mendon që është një gjendje të rënduar psiqike ose emocionale? Shiko, duke parë që njerëzit vlerësojnë koston e shëndetit mendore dhe thonë që okej, unë e shikoj finaliste Albën, edhe unë mendoj po një lloj, pasi në këtë lloj Big Brotheri që shohim prej kohësh tashmë, nuk ka rëndësi si ndihet personi ose çfarë paraqet në publik, rëndësi ka që të jap shfaqje, edhe në kosto të shëndetit të tij psikologjik edhe fizik në këtë rast. O Bruna ja bëri një mjekim edhe mjekët nuk është se dolën me ndonjë konkluzion që do të pëlqej shpinë. Kështu që shëndeti mendor unë mendoj Bruno që ti e ke një farë tendence zakonisht me kategorizu si të këqija këto shfaqje televizive. Po e them përsëri që s'ka të bëjë me shfaqje televizive, po e ka thënë vetë në ferma VIP në qoftë se e ke ndjek. Unë marr shkas nga ajo që është paraqitur në një emision tjetër ku ajo ka qenë prezente dhe e ka thënë vetë. Nuk jam unë që i kategorizojnë njerëzit, janë njerëzit që i kategorizojnë veten edhe shprehen në këtë formë. Kështu që të lutem shumë mos vë në gojën time fjalë që nuk i them. Jo, unë veç shoh një tendencë tonën, kam drejt mi analizuar atë çka thu. Tendenca ime është të shpreh atë që është reale, që kam parë në çdo lloj formati ku i kam ndjekur këta personazhe dhe i analizoj në vetë interesimi yt Bruno, vetë interesimi yt me i ndjek këta formate kallzon më shumë se sa fjalët e tuaja. Kështu që nuk e nevojë nuk i ndjek, më fal, nuk i ndjek nga qefi ashtu siç jeni dhe ju në këtë panel që po unë i ndjeki me qef mërzotni. Unë i ndjeki me shumë qef. Po pra, më lejo të them diçka. Unë vetë ferma VIP kam qenë madje i ftuar si opinionist, prandaj edhe jam sqaruar për këtë pjesë. Edhe në çdo format që shkoj sepse jam për këtë lloj pune, për këtë lloj formati. Nuk shkoj sepse kam shumë qef që të shikoj për shembull Albën në televizor e cila qanë për Stiçin. Në qoftë se ti e ke qef këtë gjë, më vjen keq, po unë nuk e kam. Nuk është punë qefi, na nuk jena këto për me zgjedh, nëse do më bëu analist ose opinionist, atëherë dush më mësu
që nuk analizohet stiqi, po pse është stiqi aty brenda. Nuk analizohet vepra, po qëllimi. Apo më kupton? Edhe qëllimi yt në secilin debat që unë kam qenë prezente, kena qenë disa herë bashk, e kam pa që ti e ke një tendencë me i vu para vetës, disa nëse dikush e ka këtë qëllim, nëse dikush e vën shëndetin mendor në barabar me shëndetin mendor në ditën e sotit, është i lirë njeriu ka drejt me pas edhe me qenë depresion, edhe me qenë ankth, edhe me marrë pjesë në televizion. Ka të drejtë jeti së murë psikik një njeri, e kuptoj, është gjë shumë normale për njerëzit në kohë. Jo, unë nuk vetëm pengon faktin momenti kur e ndërlidhin për shembull me emisionet tjera, nëse tash unë ku mu di shumë mirë, mu asat mu kon shumë keq, e kupton? Që nuk ka rëndësi çka ka ndodhur për programe tjera, apo flasim për pjesën këto. Ai e bonin një mjekem edhe nëse mjekët e kishin pa të arsyeshme, mos më ktyn shtëpi prap sa më menje që i kishin kthy, kështu që edhe nuk është që ashtu se na nxorëm atë probleme psiqike, nxorëm ne këtu se nuk është se unë mendoj që tonë na kena probleme psiqike, nuk mundën na me thonë dikush ka probleme psiqike, me thonë unë jam mirë. Ka dalë se ty kërkosh s'ka vu në skener. Apo din, hin edhe ti në skener një herë, mos anë ta shohim më keq. Është shumë e lehtë me thonë për dikon ka probleme psiqike. Jo me psikolog, ajo pat një tretman tjetër. Ata takimin me psikolog e bojnë para se hyjnë në shtëpi. Kështu që ajo është kategorizuesi e shëndosh për me hymrena. Psikologu që ndomë në rrethimet është akumuluar dhe energjia, vetë banorët e pranun që ajo ka një kohë gjatë që nuk flenë dhe është më aktivja, ose ka qef me majtë këtë shtëpinë në vëzhgim. E përmendi dhe Fjolla që mënyrën e jetesës që e bën ajo brenda aty në shtëpi nuk e din ç'është po qëndron ka gjatë, as nuk ushqehet mirë edhe as nuk flen mirë. Që është fokus në lojë. Këta na kallëzojnë për gjendjen e saj emocionale, sepse ajo ka qenë e dëshpëruar duke pritë çat mesazh nga i dashuri vet. Edhe na të gjithë e dim kurdo që kena qenë dashurum, as kena hangër, as kena pi, as kena flajt. Përpos ngjarjes së Albës, kalojmë tash edhe tek dinamika tjetër. Po, tek dinamika tjetër që ka ndodhur në projmin e mbrëmshëm, është lidhja, ose të themi më shumë, është lidhja e Dolçes me Edin. Është njoja kanë qujtë. Ishpuqja. Ishte u rikthy prap kjo temë edhe se si e kanë tejkalu këtë pjesë. Albina, si është e te? Më kanë pëlqy shumë si një qift potencial, se dhe ata vetë s'kan ditë se që ka mujnë me qenë. Më ka befasu shumë Edi, kemi thonë edhe një intervistën e kalume me juve që se kena mendu najherë që dashuro qash publikisht, sepse zakonisht për njerës të ardhur prej deçanit dhe kemi këtë përshtypjen që jam po mundohen me qenë pak ma burat vaj, por... Redin së qëdisa e ka marrë pjesë edhe më përputhë, nuk është diqka... Po, vështë nëse ishin kanë qef, i dashuruar. Po besoj që puna mentalitetit ma i kemi pa qiftet e të kalume që nuk kanë mujtë me mbjetu, po sa kanë qenë brenda nëse këshin dashme që ndru gjatë në loj, sigurisht që një lidhe ju kish dash të dëve. Unë mendoj që po ka qenë mungesa interesimit të Dolçes që kur u kthy nuk japi shumë informacione dhe nuk e para pregadit e Edin se qka nëse transmitohet kjo, edhe që do ndodh diçka me neve. Po edhe Edi nuk është tregu ta ma mburë dhe që me ullë dhe me thonë a dona diçka me ditë dhe që shke kalu atje ose sigurisht me të e këndo shtraten. A është mos interesim ose edhe në shta mërë që me i dy palve ka qenë tërheqë mos e këpotun jo me ty, po s'du me ditë kur gjësit ti qka bone 10 dit asa isha. U shkoj ke krejt banorve i dytë ke qysh duna une me reagua, duna une me shku mi fol Dolçes, a duna me vetë, lëndrimin 2 ore kam bajt jashtë, 2 ore kam bajt jashtë qka me pyt Dolçen, dhe isa e kapi e qoj edhe opet nuk shkoj mi fol. Qka e quani këtë mos interesim, ose ndashta mos këtë dijet se qka me vepru? Është mos pjekuri e Edit? Prej në fillim nuk ka të bëj fare me mos pjekurina, do më thonë edhe putit kur i kanë shkëmby në fillim u vrejke që nuk është aje kimja 100% shë kështë që kanë qenë putit kanë qenë se s'po du të djali është i riqë. Dhe më thonë u putshin po dur, po për qafimin me po. Gjithsesi... Dhe sa vesh tërheqje fizike bre ka qenë prej të dy palve, dy të janë të mirë. Putja nuk kishte do më thonë emocion për tërheqje fizike, s'ma mërë menja heqë se heqë. Jo, unë e mendoj që aktorët kishin qenë ma mirë këshin. Për pjesë e mentalitetit, po mase mos ta diskutojmë se qef s'ka shku korë. Se di unë e prom me pash një Dolçes se kam pa kur. Prom, ajo këcejke dhe më thonë, në të kultukun e projmit, as një minut trupi rahat nuk i ka nëjtë. Nuk është një rahat në pozicionin.
i ka thonë Se mendoj që nuk është një Antigona. nuk është një rahat, sepse i thojke e djali je femën, qështë i thojke? Mendjelit, që i bjen me qenë. Nuk dojke ajo kuptoj ke shka pithot, sepse a i thojke një vajzë 30 vjeqare e cila vendos me hy në një lidhje mas 3 ditëve që e njef një djallë, edhe me bo skena, puthjeve, përqafimeve, qka di unë se qka, edhe me njerë mas 10 ditëve daljes, këthymjes, ajo vendos me u largu, dhe me thanë, është një vendim, ma heret i marrën keq. Ndoshta nuk e priti edhe mirë Edi kur erdi kjo. Une nuk, qërëm, ndoshta Edi nuk e ka prit mirë, po ja ka palu teshat, e ka dash parfemin e saj, e i ka bot të gjitha ato gjanat që me qenë, ajo e mirë pritën kur të kthejet për Italije, e ka prit ton kohën, e ka fol ton kohën për te. Ajo i përmendi këtu Antigona që i ka bo gjatë qëndrimit sa ka qenë ajo në Grande Fratello, po për momenti që u këthit kur gjo nuk ka bo Edi. Po, e vërtet është sepse Edi ka krenari edhe Edi është burr taman. Ai kur e ndin emocionin që diçka nuk është në rregull, ai nuk don mi bo veten edhe ma budallë dhe me ra ma mrena. Me këto komente e pam edhe Brunon duke qesh. Bruno, çfarë komente kiti për këtë situatë? Bruno qeshit e pjesa ku Antigona u pajtua se Dolce është në mendje lehtë. E kuptoni, shiko, unë duhet i kërkoj leje Antigonës një në qofse mund të flasë edhe për gjendjen emocionale të dashurisë të këtyre personazheve, me qenë se nuk mundem që të flasë për gjendjen psikologjike të Albës. Do me thënë, unë shikoj në këtë rast ju që po komentoni ndjesit, jo veprimet, ndjesit e personazheve kur nuk jeni brenda ndjesive, kurse mua nuk mu lejo ka që të flasë për ndjesit edhe emocionet që shpreh Alba me anë si personazh. Ka nalë mërdjallë kërkosh s'po ta nalë, ti e ke mikrofonin atje, kamerën e ke dhez, urdhë në falë që ka du, më vjen keq që së pajtohem me ty, ose më vjen keq që replikon gjithmonë, unë e kuptoj që do që... A di pse të replikoj unë e ty? A di pse? Pse më pëlqen? Jetë më pëlqy shumë. E dhja unë. E arrite. E të mbizotroj dashuria këto. Të dy jeni të bukur, nuk keni faj. Cili është mendimi yt Bruno për çështjen Dolce dhe Edi në fakt? Atë unë këta si çift i kam parë që në fillim dhe kam thënë se më keni pyetur madje mbaj më tek Klan Kosova nëse e shikoj Elionën dhe Edin si çift dhe kam thënë në fillim që shikoj Edin dhe Dolcen. Dhe i shikoj vetëm për faktin se edhe si fizik, si pamje shkojnë shumë me njëri tjetrin, por edhe në fillim pjesa e dukeshin sikur mund të ishin një çift ideal, si të thuash, në kimin që kishin, por më pas edhe me daljen e Dolces që shkoi tek Grande Fratello, u vëre një, si thuash, një stepje nga në Dolces, fakti që e mohoi marrëdhënien që kishte me Edin në Grande Fratello, Edi e pa këtë lloj video, edhe në kthimin e saj normalisht që edhe Edi mendoj se u ftof duke parë ato video dhe duke pritur, po nuk ishte çfarë bënte tjetër, se normal që do priste brenda shtëpisë, se s'kishte çfarë bënte tjetër. Edhe unë e shkoj si një ftohje nga të dy, domethënë, edhe nuk ka pasur ndjenja reale, ka qenë diçka e momentit, mund të ndodhesh të puthesh brenda, domethënë direkt brenda ditës me dikë se ta ndjen shpirti, por më pas shikon që nuk përputhesh në 2-3 gjëra dhe mund të shkëputesh shumë lehtë nga ai person. Po, Bruno se mendon se është e mundur që me njëherë pas shkëputjes me Dolce... Antigona duar trokat. Vedor trokat se ka fol bukur. Me njëherë pas shkëputjes së Edit me Dolce, na me njëherë hapi krat, duart, përqafimet, puthjet, përgdheljet, për bian. Ashtu dhe kjo një pëlqem i momentit, apo ka qenë prej fillimit gradual që qatë herë veç sa shpërtheu? Një tension me bion aje ka pas që nga fillimi, sado që grindeshin, sado që duke që ishte ai tensioni midis tyre, por mendoj se në këtë fakt ka dalë pak kapriçoz, do me thënë për pjesën e krenaris që Dolce i mëshon të fakti që unë nuk dua t'i me të, ose jemi thjesht shok tani, diçka e tillë, ai normalisht që donte të merrte një hap. Për mendimin tim është hap i gabuar që të shkosh, domethënë, tek gocë e radhës duke mos i dhënë rëndësi asaj që ke pas me Dolcen, dhe në të njëjtën kohë u shpreh dje që unë po e mbaj derën e hapur përsëri për Dolcen. Edhe Dolce përsëri tha jo, tha, nuk Në fakt, Edi kartën e parë që ka shfrytzuar me Bian, dhe më thotë që ofse i kujtojmë ditët e para të Bigut, personi i parë se ty ka gjujt Edi ka qenë Bia, mirë po ka pas një kundërshtim goxha të madh nga pjesa e Bias, pastaj veten e ka gjetë tek Dolce.
Tash po e shohim vetëm një pjesë të rikthimit, po sa është reale, a mërmenja ky veprim i Edit është shumë i nxitueshëm edhe të njëjtën kohë e tregon shumë më fake. O, s'pat djali bre ku më shku. Nuk pat për zotin. S'pat djali. A pat nevojë? Është gjithçysh me shku diku antikon. Unë nuk e di që seni të e pa. Bia, aty ka hymë me shku deri në fund. Po mendoj, krejt që ka mundet aja me na dhënë si performancë, është, po mendoj, Krimi një nashta, lidhje. jo marrëdhënie? krimi një lidhjes, po bukfalisht me bo seks mrena. Edhe ajo të e lyp njerin. Ajo të e lyp dikon që guxon mi bo sen. Mendon që këta dy janë Edhe e ka gjetë Edin, ose shkon aty ku thehet. Mendon që është Edi ai që Aty ku e ka gjetë dëshprum atë, thot hajtë penzo që të se kjo është gati, tash e bon për i natit asaj. Ajo vajza Po e shifet. shfrytëzon Bia këtë pjesë, Po pra, mendon. po pra. A mendon që mundet me pas diçka të ardhmen mes tyre, shkojnë edhe drejt rrugës për marrëdhënie seksuale? Mes Bies edhe Edit, vesh nëse bëhet për spektakël. Mund bëhet për Se spektakël. reale jo. Musa Mërmenja. Të shti ajo reale është, po... Olcaj, po një video që ishin në një organ aty në shtrat, prekje, ledhatime, kush e di që ka ndodhur aty? Jo, hec se besoj, jo. se beson Edhe nuk e di, nuk më duket tip Edi, që sa do që e ka shpreh një anë emocionale të vetën në Big Brother, nuk më kish duk tip Edi që kish mujt me bo diçka brenda Po Big isha aty që Brother. po të pelqen Bia. Albina pse Se po mendoj që nuk e kish bo. Nuk e di, unë e kom ndjek pak edhe në përputhen kur u kon, që ata s'dje pse e kom një bindje të Edit që sa do që është emocionale kështu të rum pak vetën, atë në ka kanar kështu. deri aty nuk shkon. Roni fa e kom tha që to, tash... S'ka faj. Ai Ai me thonë shumë, po vepra jo. S'ka faj, s'ka faj. Albina pse pritet? që do të keme. Po, pse pritet gjithmonë që do të ndodhë një gjë e tillë? Pse edhe publiku është të prit një Se është ndalume, gjonat e ndalume gjithmonë pritën me ndodh. Okej. Se është ndalume. Edhe që po besoj thehën Janë të tabu. ndalume brenda ati formati. janë të Edhe ndalume. mendoj që thehën tabut edhe normalisht edhe na mediat kemi për çka me Po janë të ndalume, normalisht. Sigurisht që ato momente po besoj janë për show, nuk besoj që një çift ndoshta normal e zgjedh veten që brenda 4 mureve me realizu veprime të tilla, po gjithsesi nëse veç janë një çift qysh do qoftë, atëherë besoj që koha ka me qenë treguesi më e mirë kur ata të dalin jashtë, po jo, besoj që është thjesht për sa të kaloj dikun tjetër edhe mendojnë që mundet me vazhdu pak a shumë se ish miku i tij Drilonit që shkoi edhe çoi Sarën deri në finale. Okej. Jo, në bjen se shof fare finaliste. Se shef finaliste. Ja, po mujti me pështu dhe një javë, 2. Jo për Edin tash, për Edin tash. Kire për te... Po mendon që me ka në një lidhje, po bohem, s'po bohem edhe me partnerizim. E kështu i rasti kur Edi që në bjen edhe ato në nuk Edi mundet ma përpara me që dolce në final. Ka matematik. Besoj që ka Të vazhdojnë që shto. Nuk besoj që ka ndonjë farë emocioni shumë të madh dhe që po sakrifikohen. Tash nëse e krahasoj me Shqipërinë, Luizi Kiara është tjetër muhabet. Ata kanë qenë me atë lidhën shpirtërisht dhe ka vdek djali për të. Kështu që këtu po besoj që hajt më doli Bia që po thot Antigona dhe ajo mezi ka prit pak a shumë për këtë pjesën e inatit sepse vajzat kështu e kanë. Bruno, mendon që ka ndodhur diçka në shtrat? Jo në shtrat, në Jorgan. Në Jorgan, një ekip, në Jorgan, në shtrat. Se jam të paramenuar, ka mujtë më ndodhë diçka. Që jo Albës ndoshta është atë. Po pra, ka qenë në një organ. Unë mendoj se edhe po ka ndodhë, nuk është në një gjere, do më thënë, të rinj janë, në mosh janë, edhe mund të ndodhi, po nuk besoj që Edi shkon në ato pikas ato krye marrëdhënie brenda formatit, duke e njohur dhe nga formati që ishte me mua në përputhje më përpara, duket do të thënë djalë që sado që të ketë ndjeshmëri, përsëri di që ta frenoj veten. Edhe u pa dhe te pjesa me Dolce në kjo pjesë, kështu që nuk besoj se do. Ishte edhe një pjesë kur i tha edhe Bias që përputhje do të lëm pak më vonë, në herë tjetër. Se ishte ky frenim. Kur dehen ndoshta, mundet me ndodhë si dihet. Shiko, ai mund të ketë tension në moment, po ndonjëri thret edhe më ndjesë edhe do të prit pak. Do kohën e vet çdo gjë. Do më thonë, a i na para përgatiti pak a shumë e pjesën e testosteronit. Do më thonë, tha se kam këto, kështu që... Po na edhe nuk ka pas nevojë me na thënë se e dim na. Po, aju Besim edhe pak të Bia, e kanë zitë Dolçja e s'ka pas... Jo, se kanë zitë kërkush është që një muj mrenda djali.
Gjendja ka boa. Besim edhe pak të bia kemi pa që, sidomos gjatë prajmit të brendshëm, pati kogja shumë paragjykime për profesionin e saj, për veprimet e saj, për fizikun e saj, sidomos nga banori i ri i Ludolli. Se ki pati këtë? Në fakt, na jena mësu me paragjykime, na kena lind për mu konë paragjykushme, ma me kena me vdek, kur s'kena me ndryshu që pjesën e mentalitetit. Edhe sa do që mundohemi mu konë open-minded, a e kuptan, ose në momenti kur ta njojmë njërin edhe ja shofim pastaj virtytet edhe vlera tjera që tërmunohemi paka shumë me vun pa. Do me thonë, po shihet paka shumë, se gjithë do me thonë që pas ka qenë fake deri sot. Duke u nisur tek pjesa tjetër e banorëve se nuk është ne kusht tjetër, ja ka qitën pa ma herë që ta, qofse e kisi mendim, vlla thuje prej fillimit. Mos vje puna tash e ka kalu një muj, loja ka fillu paka shumë më ngushtu, tek e fundit nuk është një pjesë e lojës ku ti mundesh me sulmu bien edhe me mposh me çat pjesë, se tek e fundit ajo ka dalë vetë ka thonë me krenarin më të madhe. Me ju thonë të drejtën, nuk është që nuk unë edhe sa i përket Ludolli unë pajtohem që ka thënë prom 300%. Unë e pajtohem personalisht. Po me sa Sa i përket bies. Jo, nuk ka thënë që është pa vlera, ka thënë që është femën e cila shan non-stop. Unë jam të e përcjell këtë Big Brother në 24 shtatë. Ajo vërtet non-stop shan. Fati i mirë është që shan në gjuhë, ose gjuha saj është e pakuptueshme për shumicën e njerëzve, për trit nuk është, po për njerëzve pak më në moshë. Se sa për ajo tanë kohën, non-stop, një muhabet më të thjeshtë nuk e ka me burra, pos lidhur me ushkur, edhe lidhur me shamje. Kështu që aja vajzë vërtet nuk e di që ka të lipat e brenda. Mirë, po Ludo u ka për tatuja. U ka edhe për veprimet e ti. tij edhe theke që unë vajzën tem për shembull nuk e di. Nuk isha dash me po në këtë formë. Sepse u lidh me tatuja, u lidh me profesionin e saj. As unë nuk do të kisha dash. Fëmijën tem mi pa në atë formë as se. As unë nuk do të kisha dash. Ju si jeni prind dalon, ndoshta ju duket e thjesht, po besoj që as prindrit e juj nuk kishin dashur mi pa fëmijën e vet në atë formë. Se një vajzë e re me tona të mirat, me tona vërtytet, mundet me punu, me gjetë një mënyrë tjetër me mbijetu, ajo çka ajo promovon për mu. Po mendimi jot Albina për këtë çështje? Po, njësoj mendoj si Antigona, po çka nuk pajtohem është pse me ja përplas fytyrës. Na veç po e dim çka punon, pse mos me gjetë një gjë ose një dinamik brenda lojës me u kap me të, po gjithmonë me dal te pjesa e profesioneve. E kemi pas këtu ndoshta edhe pjesën e labit që nuk u bë shumë e madhe, që shëmëndum pjesa e fotografive që kanë qarkullu, e që për mendimin tam gjithmonë, se këto deklaratat e mia, du më thonë tabel qitja, edhe që ko me dalë një me një intervistë edhe me theksu që është opinioni jam prej një qytetare, se gazetare dojtë me qenë e vërtet. Unë jam e vërtet në momentin që më kërkot një mendim, unë gënjesht raktu stjabë. Qka unë mendoj për advice është që thjesht e penalizën gjuha. Mos harroni që është shumë e menqër edhe që po krijon debate dhe situata në shpe. Hajde të bojmë bashkë të sulmojmë për ato se çka po jep në shpe, pastaj dalim, kur dalim me pim një kafe e diskutojmë pjesën e profesioneve. Sepse unë mendoj që edhe mirë tha saj sa dhe bashkë adem si m'ja dhanë gojën tam që e përmendi pjesën, nëse krejt kishit me qenë jashtë, asnjë nuk e kishit refuzu. Kështu që sigurisht që brenda nërsi ka edhe natë, po hajtë se dhe natë jetat veprime mundën me i realizu. Po që, po, pjesa ofendime dhe Gjoja ma leta, më falë që po të ndërprej, po përgjithsi, sa ka thonë që aja kishte qenë jashtë, kishte qenë refuzume për moshkujve. Është e vërtet. Shumë e vërtet. Sepse moshkujt shkojnë aty ku kajnë ma letë. Shkojnë aty ku kajnë ma letë. Kjo nuk i ne pas një farë kredibiliteti, as një farë kredita bijes. Sa kalzojt vërtetën, edhe na këtë vërtet e dim, por kjo nuk ka prap të shkuqosi ja pas një farë krediti. A më për shembull, Antigon, se na i dëgjojmë këngët e Encës, kur e dim edhe ajo është në OnlyFans. Na presim portale kur Enca qëtë... Enca, po sytë që tjetë... Me e ditë, besoj. Enca është kësarja nga Shqipëria. Enca. Pastaj kemi shumë persë... Linda Halime, do me thonë edhe ajo është e martuar e këto. Është pjesë që ajo e ka zgjedh. Ajo më dakord, pa tjetër që jo. Sepse që po thot Antigona ka mujt me gjedh, e bukur po, trupin e mirë po, e menqur po, amo nuk jena të shqit në moral, nuk jena të i thonë. Unë jam vështu thonë
që qato qka është të prezentu aja vajzë, po, në pjesa- këtë Big Brother, mu së më pelqen. Mendoj që kish mujt me gjetë një rrugë tjetër për me depërtu dhe me qenë pak ma stabile. Po, a do kethje gjatësi në këtë Big Brother, unë besoj që jo, sepse na gjithmoni përmandim personazhet e kalume për mja u rikujtu publikut se atë e keni votu që ka fol italisht, e pse këtë s'po e votoni. Tash, ose është pjesa e profesionit, ose është pjesa qysh ajo vajzë ka vendos brenda me u paraqit. Unë mendoj që këto është vetëm profesioni, po luan rol shumë të keq qysh ka vendos. Profesioni është na. A mo me ja Unë nuk mund më konë dikush tjetër me pas një tjetër profesion. Profesioni është na. Alza? Në një profesion... Alba the Goat ka qenë. Po, ajo besoj që s'është paragjyku shumë, se... Nuk është paragjyku. Aja nuk ka bo vepra që shotu i bo kjo. Aja nuk ka bo që si sjellje që shpo bona ja. Po, Bruno? Ka diferencë midis të dyjave. Njëra është në OnlyFans, tjetra është aktore në filma për të rritur, do me thënë... Fiksën e thash. Njëra mund të marrë dhe çmime Oscar, por në starja këtë OnlyFans me thjesht pagesë për atë që... Edhe në sjelljet, në shtëpi ka dallim të madh. Ka dallim të madh që sho sjellja vjetë dhe që sjellet kjo si vjetë. Okej, në mesin e të nominuarve mbrëm, Exon u largua Toni. Mendon që u shliru në një farë formë me baba i ti, sepse shpëtoj edhe nga Bia edhe nga Benita. Penalizimi më i madh Nuk që i hyri edhe një herë Atë penalizimi më i madh që i arton tjerë prej babës vet, do të thonë se tek e fundit për një 33-34 vjeçar sa është Toni, marr baba me të kallëzu se si me e bolojnë edhe prej kuna mu largu dhe prej kuna me nejt nalt, e larg. Në fakt ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm që kanë ndiku që Toni të largohet dje. Do thonë, këta kemi diskutuar edhe kështu thonë edhe unë prajmat e tjerë, emisionat e tjera për ataku. Po mirëmi me prajmë. Është kone preqme, do më thonë, unë vishë e kom pritin një gjatë tjetë që kom largu Toni. Mi po Toni ke këtë javë goxha aktiv edhe i po me disa klipe ku... Zhurmusi nuk është që çdo herë fitan. Do thonë, dush më konë zhurmus, po me pas me dhe drejt. Menoj që që ndodh një loj brenda, ndodh edhe një loj jashtë. Edhe votusi, në të gjithë kemi ditë që o prit me dalë labi i ri. Edhe janë bo, që ka ndodh mësë, ndodh për shambull që votusit e din që kush është gati për me dalë, e tash këtu, unë menoj që këtu ka mujt me intervenu edhe familja e Tonit, me a dhanë votat dikuj tjetër për me dalë Toni, sepse s'pi pëlqen loja mrena. Në këtë fas të lojës ndikon shumë familja dhe shoqëria. Familja ka mujt me qitë jashtë Tonit? Se për pak vota dalin ata. Në fakt Toni nuk është që ka qenë ma i dopti prej atyne që kanë qenë nominim. Që kushtrimi dhe labinoti? Edhe kushtrimi edhe labinoti kanë qenë qatë afërsisht qatë. Por Toni ka bo ma shumë se sa këta dy tjertë brenda shtëpisë dhe loje dhe gjithçka tjetër. Mirë, po Tonin jo që ka penalizu hyrja babës vetë. Po Toni, masandaj pinë atit babës vetë, o lidhë me Benitën për mi tregu babës vetë që nuk ta qoj fjallën ven. Ashtu për bjetë shkra automatikisht e ka penalizu se ka pas impact baba vetë. Po që kjo është dhe, po du me të thonë, edhe në gjatë votimeve, njerëzit bojnë kalkulime, kush o ma i dopti, po unë po du këta, mësë nuk e logarisin që dikush mundet qatë shpejt edhe për pak vota bjen Toni, në fakt të dash me ra labi ose kushtrimi. Së deshti me unë Delidhe dhe Bruno? Atëherë, unë mendoj që baba i ngelet babë gjithmonë, edhe sa do që të shkoj mosha dhe unë të isha në format, do e vlerësoj atë i masë në qofë se njëri prej prindërve do më tregon të me stil që po gabon dikun. Me stil e tha drejt për drejt të Bruno. Janë parime familjare, janë disa gjëra që normalisht në format, sa do që jenë një format nuk mund t'i shkelesh, sidomos për familje në këtë rast. Dhe unë mendoj se Toni në këtë rast ishte qiksi pul pa kokë, themi ne këtej. Do me thënë që nuk dinte çfarë drejtim të merrte dhe po bënte një loj të kot aty brenda, një agravim herën e fundit të kot përsëri, i cili nuk mund të vlerësohet nga publiku që t'i jap një krah që të vazhdojnë në këtë rrugëtim, dhe nuk kishte linjën e vet të lojës aty brenda. Nuk mund të përshtatej, kështu që është e vërtetë ajo që tha Antigona përpara që ndoshta ka vepruar familja nga jashtë që të dilte nga ajo shtëpi pasi nuk kishte rrugë me krye. Në këtë pas lojës po më intereson vish me Benitën që ka mendoj tash që dul Toni. Pikrish mendon që Benita po ati reagim real mbrëm? Po, real ka mujt me qenë Shpërtimi emocional pasi dul Toni? Po, se o konë dështë personi ma i afërt i Benitës, e besoj atë pjesën që i ka ardhë me kajt e krejt, amo mendoj që tash ka mendoj diçka mes Benitës edhe Klodit.
Klodit. Jo, është interesante se na sa kanë ndu me një pjesë kur ajo i thot pasi që jo, i përshpëritën vesh të dartat më fal tash ajo më fal që ndron tek pjesa e asaj që na nuk mujtë të moralizu si një qef edhe Sarita me të mbajt ma gjatë mrena, ma shumë kam përshtypjen e që asaj sa diçka fi tjetër. Po ja ka përsëris disa herë dje më fal. Po, ajo e pyetje dhe Arditi na mendon që e kompanionit që familja e Benitës ka qenë e kënaqur me këtë lidhje. Mendoj që edhe familja e Benitës ka mujtë me ndiku në këtë rezultat që kena pas me vota. Kështu që kjo është arsyeja që i thot tankon dje lipi foto e kërkoj ke manipulu si thoj ke. Antigona më fale potencojke që une jom të qajt veç pse mos e kom penalizu, jo që une muj me pas halat diçka me to, se e kemi përfundu e toni jashtë pa une. Ka penalizu vetë vetja, sepse si shta dhe Bruno ka qenë si pa kokë. Tashe, qofse ti e kërjon një linjë të lojës, o vazhdojnë që atë linjë, o tash mosu, do më thonë ka qenë kukull. Të shojmë se si do të përfundoj Benita mas daljes e Po se tha, tonit. prej nesër fillon loja jam me krejt grupin. Të shojmë lojën e Benitës. Ka pas ka me E të shumë apo e pret edhe toni jashtë. Jemi krejt në fund të këtij diskutime, faleminderit shumë për gjitha opinionet dhe qëndrimet e juja. Mendimi se cilit për ju shka vlerë. Faleminderit shumë që ishit bashkë me ne. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit të gjithë. Tom Bruno. Bruno, mirupafshim. Ne po shkojmë me pak marketing edhe rikthehemi përsëri në studion e Weekendit.